Në ambientet e shkollës profesionale Shërbime në Korçë, maturantët kanë organizuar një aktivitet festiv për të shënuar përfundimin e ciklit të mesëm arsimor, me emocionin e një kapitulli që mbyllet dhe sigurinë e hapave të parë drejt jetës profesionale. Të rinjt ndanë me ne përvojën e tyre, duke vlerësuar arsimin që kanë ndjekur si zgjidhjen më të mirë për të ardhmen e tyre. Unë kam mbaruar për hoteleri turizëm. Kjo degë ka shumë mundësi punësimi si këtu edhe në sezon. Kam qenë në shumë hotele, restorante tu në Korçë, të cilat janë me pak të kënaqshme. Gjatë kohës që kam studiuar, kam kryer edhe punën. Shkolla më ka ofruar shumë mundësi për të punësuar në qytetin e Korçës, por dhe jashtë saj, duke lidhur kontrata, dhe kjo ka qenë një nga gjërat më të bukura që kam gjetur në këtë gjimnaz 4 vjeçar. Drejtoresha e shkollës Tatiana Mero thekson se nga viti në vit porritet ndjeshëm numri i nxënësve që arrin të punësohen ose vetë punësohen që gjatë viteve të shkollës. Vit pas viti edhe numri i nxënësve që janë të punësuar vjen gjithmonë në rritje. Mund të them që këtë vit janë rreth mbi 70% e nxënësve të punësuar, të vetë punësuar në bizneset e të tjerëve, në biznese partnere të shkollës, por dhe në biznese të tjera, të cilat gjithmonë i ofrohen shkollës dhe i kërkojnë bashkëpunim për të marrë nxënës profesionist. Në një treg pune gjithnjë e më kërkues, arsimi profesional mbetet një alternativë konkrete dhe e suksesshme për të rinjt që duan të ndërtojnë të ardhmen mbi dije, aftësi dhe mundësi punësimi.